Bërim Pacolli, kjo video shkon për ty. Çerbe bërim, unë jetoj në Olpian, kështu, kur e kryesha punën, e kum pas hobby me fëmijët mahallës, me dashok marr me lytë fusha. Na e kanë nol dritat bashkë midis verës. 5 Po im të fusha san, çe fusha, zbrast. 4 Bile fëmija mos më najt në telefona delshin kështu. 3 Tek te kena shpresën me na pështu mahallën, 2 me na pru apet dritat mahall. Ne Ej, Kevin, Na mu knaq. A keni mu knaq? Shumë pandir. që kjo është pamja e fushës njerëz. Qa, po lujna me bateri, qa me bo? A pe jap? Aha, dritat i kanë fojet. Hajde me najnë drejt. Okej, hajde shkojna bashkë gjejna në Olpion që të fushë. Hej, para se me vazhdu nga mni, kejtë qëto storjet e mija në teren, i mundëson Delta Group, rjeti i pompave Ministeni Pika në kejtë Kosovën, top kualitet, derivatet dhe posta easy, posta ma kredibile në Kosovë, super customer service dhe super shpejtësi në dërgesa. Erdhëm të rruga Hakif Zejnullahu në Olpion, fusha në Olpion, që shpësheni nuk ka ndryqim. Derin sa po mëni me lullë qka mona? Po muna me lullë deri në. Deri në ora nona? Deri në. Mani? Ani, bol po më ishe, deri në onë është okej. Mas në onve s'kini qa lëp në jo jashtë. 17, do me dhonë. Kevin, ku je? Qish je? Pa, i s'po shumë e lyt me top. Hej, Shto problemi. kalzëm që sa është që kjo gjendje që shto? Gjendja që shto si një muj e gjys, sa di unë e sak, na shta mundet me konë 2 offer. E so shumë ju dëmë tënë si me dhonë këtë koka fantastik njeri, ambienti, pasha, zote. Që mujnë më ullë njerës të me ble diçka me ullë, plus me lujt blëzvin edhe si turnera, dhe ne prej si një ekip e pret, lujnë tjetër kosh, të më shumë që i kena në këtë mahall, lujnë basket, pak ma të më shumë. Okej, koka dhe koshe, ja? Basketballistin ma të vjetër e kena 70 vjetë. Jo. Të mytë 3 pikë që të djep. Së dolë, se të prita që po del, edhe ajo anku për drita. Apo, e tash s'po mujnë me shfrytzu dhe me thonë mas dite kur, para dite o nëzat? Prej orës 8, dhe me thonë, mund është me shfrytzu 7 dhe në 8. Dhe në 7 po shumë zet, në ora 8, vetëm nuk e shemo topin. Thonë nëse dhe kum lajmëru, leo 13 kocirin, më ka bo qepenisin e ekip, po get që kjo është... Po, veç ka orda, Po, me gjas, nuk e di, po get ja kishin jap destinacionin e gabum, fa se e në kon tjetër kon, ha? Ate të kalzojnë e ku i kanë këput. A i kanë këput e lata? Po, ku i kanë këput. Na po dyshojnë atë që kanë këput, do që vinë për shamëll për orës 1 që mujnë me bo zhurëm, po, si pas të në vedritav, edhe kështu që... Jo, vetëm këto. Ko? E ka prish një qytetar, se do qytetar që po mënojnë që bojnë zhurëm, për ju pengon zhurëm. Okej. Po nëse ju pengon zhurëm, kësha thonë me lajmëru policinë. Po, definitivisht. Ko është këput? Qëre ku është këput këto? Teli rrymë, po do me thonë që kjo është për krejta, vesh për qëto? Që edhe poshtë. A qëto e kanë këput, a? Po, bre, e kanë këput ditën, se ditën s'kish rrymë kjo. S'po të të shenë, se mi këput natën. Qërë ta shti, është një se poshte komentet e videoja jote që ishin anku mirë kam bo se ndodhë zhurma, do me thonë. Po për zhurmë dhe me thirë policin, jo me dëmtu pronën publike kështë do me thonë me i thy, se kjo do me thonë pësheni personeli i kushtën komunës, si do qovë këtu dritat kanë me u këthy me dojmos, që ta shti na, kena me kontaktu me drejtorin e shërbimeve publike në komunën e Prishtinës, Leotrim Ratkocerit, cilit do me thonë ja kum nisë sot dokumentet, që me thonë ato videot e fotot që mi ka nisë Kevine, edhe ma ka bo pe dërgoj një ekip, me gjosë që kjo është ekipa, nuk e di, nuk më folë me Leotrimin, tash po provoj me kontaktu me të dhe me këshyrë që ka përna thot. Leotrim, qysh je? Sa punë ti? Që erdha këto në, do me thonë thira në lidhje direkte kështu. Erdha te fusha në fjallë, në Olpion këto ku të kom njoftu gjatë ditës. Nuk ka rrymë, edhe fatkeqësisht qytetarët vetë këto e kanë dëmtu, e kanë këpu, do me thonë që një muje gjysëm pëshën një ekip këto që ka të marrë me qështjen, s'pëtja e kini dërgu jotë. Që falim sot? Dërgu sa gjatë ditës e kena njoftu, për me dojnë me bu në gjallës edhe me intervju.
Ishte ky lotrim rreth Koceri i cili na bremzoi që mrena 24 orëve këtu kanë me ardh dritat. Do me thonë, veç është u punu, e ka nis me një herë si e kom lajmëru sot, ka ardhë ekipa, na po presim normalisht kena me qëndru në kontakt edhe me Kevinin këtu. Në rast se nuk vjen rryma sa jena në këtu, Kevini kom e na njoftu dhe na kena mu duk prap, edhe si tifoz këtu me këshyrë që ka ndodhë, kur vjen rryma. Qysh po e sheni ekipa e komunës, do me thonë, veç është u marrë me çështjen. Po besoj shpejt po u kry ka puna, ha? Për 20 minuta? Ua, perfekt. 5, 4, 3, 2, 1. Ej, Kevin! A keni mu knoq? Shumë pandel. Që kjo është pomja e fushës njerëz, normalisht tashti mujnë me lujt deri sot ju luot qëre. Për këta banorët, si me thonë, është policia, fatkeqësisht mujna me bo zgjidhje. Ndriçimi këto është i domosdoshëm se për çata e kanë qitë ndriçimin, mos harroni, unë jam Burim Pacolli me që ta më në gjeni këtë platforma, siguroni një follow me ma bo.